ndalemi tek fakti që një numër gjithnjë më i madh markash po i përdor influencerat në fushat e reklamuese që shkojnë përtej rrjeteve sociale duke i përfshirë ata në televizione, platforma streaming dhe forma të tjera të marketingut tradicional. Pra, me sa po arrim të kuptojmë fakti që rrjetet sociale sot janë kaq të ndjekura dhe kaq të bujshme her pas here, bëjnë që edhe kompanitë të përshtasin strategjinë e tyre të marketingut me profesionistët e rrjeteve sociale, që në këtë rast janë influencerat të cilët bëjnë reklama të ndryshme në këmbim të pagesave të ndryshme. Sipas IAB, që është një kompani që merret me reklamat, kompanitë planifikojnë që të investojnë gati 45 miliard dollar në reklama që përfshin influencera, gjë që është një tregues i qartë i rritjes së ndikimit të tyre në industrinë globale të marketingut. Ky trend tregon se bashkëpunimi me figura të njohura online nuk kufizohet më vetëm në postime në Instagram, në TikTok apo YouTube, por po shndrohet në një strategji të integruar komunikimi ku influencerët po marrin rol qendror në fushatat shumë kanalshe të brendeve. Pra, ndoshta sot gjithnjë e më shumë një brand preferon që përkundrejt reklamës tradicionale, që do të ishte ajo me një spot në televizion, të preferoj një influencer i cili në rrjetet sociale ose në kanale të tjera ja bën mirë punën. Tani, keq për ne, po na duhet ta themi që kjo është ajo çfarë po ndodh gjatë viteve të fundit. Edhe pse nuk na vjen mirë, ose në fund të ditës në televizion punojmë dhe planifikojmë ta bëjmë edhe për disa vite të tjera këtë punë. Dhe në përfundim, ekspertët e industrisë vlerësojnë se besueshmëria dhe lidhja direkte që këta krijues përmbajtjeje kanë me ndjekësit e tyre, po i shtyn kompanitë të rrisin buxhetet në këtë drejtim, duke kthyer marketingun me influencer në një nga segmentet me rritjen më të shpejtë në tregun e reklamës.